vini intervistë. Që nga fillimi mirë, po në disa komuna si në Kamenicë, në Gjelan edhe në Ferizaj, ne shkojmë me kandidat të veçantë. Prishtinë Gjakov. Jo, Prishtinë Gjakov, jo. Me kandidat të veçantë shkojmë në Kamenicë, Gjelan, në Ferizaj, dhe kush është maj zoti, ai që shkon balotazh, ne do ta mbështesim. Ose na ato të LDD-s, ose LDD e ne. Non kitë ma oleja, o për vitin e rije, na dhe vazhdojme. E bek në limozë, si ka më bukujtore, sorry. Oj, në mëra në shpirat, në sa më shpita. Kosovës, zonja Nëse në Amerikë ka filluar t'i bie populariteti për shkak të çështjeve të brendshme, shumica e botës jashtë vazhdon ta ketë fiksim Barack Obaman. Qindra lider nga mbar bota u rreshtuan në New York për të bërë një foto me çiftin presidencial amerikan. Udhëheqës shtetesh nga skajet e Amerikës Latine tek ato të Azisë Jugperëndimore shfrytzuan rastin për t'u fotografuar me Barackun dhe Michelle-in. Aty u pan bashkëshorte burrshtetasësh me veshje kombëtare e religjioze dhe deri tek të tilla moderne si kjo e Kamerunit. Pati gra lidere që morën burrat me vete për t'i quar atje. Gra si kryeministra e Bangladeshit që mori vajzën me vete, por edhe gra pa burra, e shumë burra pa gra si presidenti serb Boris Tadić. Mund të ketë pasur fotografi nga më të çuditshmet këtu, por ama asnjë fotografi nuk përbëhen nga 5 persona. Surprizë, Kosova përfaqësohet zyrtarisht në SBA nga 3 persona. Presidentit Fatmir Sidiu dhe zonjës së parë të shtetit i bashkohet në fotografinë zyrtare këshilltarja e Sidiut, Vjosa Osmani, që i rrin në krah Obamas. Dhe guess who met President Obama, ose qëllojni kush e takoi presidentin Obama, është statusi Osmanit në Facebook vetëm pas pak. Pasi mori famë duke përkthyer për sekretaren Clinton, tash Osmani fal punës së saj ka takuar edhe Obaman. Foto e bukur. Por nuk mbeti e tillë e në origjinal në zyret e presidencës. Zyra e Sidiut vendosi ta prej Osmanin nga fotografia në publikimin e aktiviteteve të presidencës për muajin shtator. Megjithatë, Osmani i ka dëshmitë e takimit me Obaman. Edhe ajo në profilin e saj në Facebook i ka prerë Sidiun me bashkëshorte dhe Michelle Obaman, duke lënë vetëm Barack Obama aty. E në këtë dhe foto të tjera, ajo që nuk ndryshon asnjëherë është buzëqeshja robotike e presidentit amerikan.
Drejtori i Komunës Prishtinës, profesor Dr. Iso Mustafa, ndon një falënderim të veçantë për Komisionin Evropian. Ne kemi letë me komision, të na japin parë, ne japim letra. Të na japin parë, ne japim letra. We have arranged with commission that they have to give us money, that means we are going to give them letters. Thank you. Nga Tradji. Hajde Tradji këtë. Ama duhet me çfarë? Hajde. Hajde, jo. Hajde, mogę ty. Prishet. Ja, że Po sabotojnë. Ditë e madhe në QKUK. Si askund në rajon përërohet qendër moderne për diagnostifikimin e gripit të derrit. Presidenti e kryeministri erdhën aty e u takuan me stafin. Thashi duket se nuk e shikon presidentin kur i flet. Brenda shumë ngusht dhe shumë pritje. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Ramadani, dëshiron që krerët e shtetit të flasin para shiritit. Për kësaj, u mendoj se do të jetë një çështje e rëndësishme. Teksa se diu flet, turproja e tij përkujdeset që një motër medicinale të mos i afrohet shumë. Me komunikimit intershtetnor apo brenda laboratorin e virologjisë në Institutin Kombëtar të kryeministrin, pak rresha e lexon në letër. Ky është laboratori i parë i këtij lloji në Republikën e Kosovës, ministri i shëndetësisë dhe drejtorin e bankës. Është koha për shiritin dhe ministri Gashi me kreun e Bankës Botërore tregohen shumë modest. Okay, thank you. Më pas një tur për mysafirët e lartë dhe punën e media se vështirësojnë korridoret e ngushta dhe bërryllat e turprojave. Gazetarët duan më shumë përgjigje dhe Sediu ndihmon me mikrofonat. Pas dy pyetjesh jashtë temave laboratorike, Ramadani ndjen se Sediu e Thaçi u lodhën me këto pyetje. Më falni veç në konferencë mund të kodë, ju lutem, nuk është konferencë për shtyp, e ka fundit edhe u kryer. Unë jam përgjegjës. Dhe kret në fund, Sediu gjen një mënyrë origjinale për t'u përshëndetur me Thacin. Edhe në Ferizaj, kryetari i PDK-s ka pasur vetëm një pyetje për qytetarët. Zero komunës ke? Jemi, ja. Se ke kalu? Ke zero komunale. Bravo, Ringo. Të pëndon zjedhe? Edhe kuptuat? Ke vendos me dalë? Ma tjetër, gjithë, dijet. Ke dalë? Edhe? Na jemi... Por ka pasur edhe të tillë që i kanë kërkuar kushte të veçanta si ky qytetar. Me dolë zjedhe? Me dolë zjedhe? Po, me një kusht, jo, partia juve ka tradit me shru rrugë.
Kjo shtëpi ka dikon 18 votues. E sikosh për nga dhon votoniu në shtroni borën. E teksa shumica tashmë din, kjo grua ka një hall tjetër, të cilin tha që nuk ka kohë ta dëgjoj. Ai ka ecur në rrugë me baltë dhe në afërsi të gjeneratorëve, prej ku nuk është dëgjuar mirë. Dhe çfarë më shumë s'punit për zhurmën stabilizata. Vallahi ku besoj se ju dëni me fitu, inshallah. Inshallah. Në rini një kamet. Edhe ju me neve. Edhe ju ma kërën. Ajni Me votu du me vetua me ju es jam. Me votu du me vetua me ju es jam. Mos thuj se jetë të thonë para kamerave jetë të thonë. Mirë. Si po shko partia juve, mirë? Unë e heq mo e këm lona. E këni lona? Edhe atë partijë. Po këni këthy ka kyblja, po më duke. Po këni këthy ka kyblja. Shumë bërë lopën a rejnë. Krejt kush nuk e realizoj kur gjë shka tha, vesh? Po, në fund jo. Ka koha më në provu neve. Hajt, ta këshyri. Kaçaniku mund të udhëhiqet shumë mirë. Aktualisht Kaçanikun për 10 vite pushteti ja humbi vlerën. Atë që kishte me vite, bujarin, qetësin, besnikrinë e Kaçanikut. Prandaj vota juaj LDK 77 mund të i thot pushtetit shkoni, ose në gjuhën angleze go away, go away. LDK-ja bën fushat në përpjekje për ta fituar sërish Obiliqin. Dhe së paku me pjesëmarrje, këtu e ka përkrajen edhe të këtyre 2 personave që identifikohen me PDK-n. Ata dëgjojnë fjalime, por tregon indiferent e nuk duar trokasin si të tjerët. Son doja mos të kryj obligimin e vetë qytetar, do të dalë dhe të votoj. Kur kjo të jetë e kryer në mosën... Po këtu kjo ulse e rezervuar për djalin e Ibrahim Rugovës ka mbetur e thatë. Nga se dalja masive në zgjedhje. Tani ftojmë nga qendra profesor akademik
Sabri Hamidin të merr fjalën. E njerëzit e politikës nuk e kanë duruar dot fjalimin e Sabri Hamidit. Shallat të cilit është qeku I libruar pak. Në Biliq, posaçërisht kryetar. Prandaj, qytetarë të nderuar, mos hezitoni, kësaj rove nuk mjafton vetëm vota e juaj që jeni këtu, por ju duhet shkoni në shtëpiat e juaja, ju duhet të flisni me familjarët e juaj. Dëgjoni pak, se atje ka njerëz ndoshta që dojnë dëgjojnë pak. Është një lutje imja. Votoni për kandidatin ton dhe unë besoj se kësaj rove ju e dini se nuk mjafton vetëm vota juaj, por edhe vota e miqve të juaj, familjarëve të juaj, vllazërve, nipave, dhënurve, çka ta diun, këtë rrethit familjar të juaj. Zgjedhje deri më dalë, a? Edhe? Na angazhu me angazhim më të madh. Çka një angazhu? Mendimin e juaj. Edhe të kryetarit aktual, edhe domethënë zgjedhje deri më dalë. Mirë, për kënd deri më votu. Për partinë tonë, po për kënd. Edhe për partinë e shumicës qytetarë të Kosovës. Ço po thjesht? Normal. Çka normal? Edhe? Për kënd deri më votu. Për më të mirë, kush o më i mirë? Për vijet, kush o? Kush, qelu? Unë që jetë të mirë. Kush, qelu? Qelu? Unë që jetë të mirë. Ate, bravo, orime, sukses. Qka normal? Qka të jetë? Për më të mirë, kush o më i mirë? Ta që zjedhë lokale. Partia Demokratike, a? Bravo, orime, avnia, bravo. Mirë, këne vendos me tonë zjedhje? Shpet për zjedhje. Që ka po zëti kismet. Që që ka po kismet? Do të me votua. Për kanë? Për kanë. Do të me di për kanë. Për ty po për kanë. Dajma, hajte bravo, rime suksese. Faleminderit. E dyta, du të falenderoj të gjithë mbështetësit e mi, po filloj nga familja ime, pastaj nga shokët dhe shoqet e mia, kolegët, dosat e mahallës, pastaj subjektin politik që përfaqësoj, listën zgjedhore, të gjithë ata që kanë besu në projektin tim, dosat e mahallës. Vërtet për të në realitet, dhe të qëllimi joni përbashkët mbetet, zhvillimi Kosovave, zhvillimi komunave të Kosovës për një kulturë dhe frim evropiane. Zhvillimi Kosovave. Të nderuar anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike të Kosovës, ju qytetarë të nderuar të Kastriotit, Mos e leni badal të diellën, sepse duhet ta votojnë Fatmir Recepin për kryetar. Mos e leni me dalë të diellën të të tjerë votojnë për ju. Mos e leni badal të diellën krejt ju, familjarët, miq, bashkëpunëtorët, bashkëmedimtarët, kolegët, arsimtare, mjek, burra, agra, hoxhollar, e gjithkush që duhet me qenë. Mos e leni badal, mos e leni me dal, mos e leni badal, mos e leni badal, mos e leni me dal.
mos e leni pa dal, mos e leni pa dal, mos e leni me dal, mos e leni pa dal. Është meritë e madhe e kandidatit tonë të përbashkët, e Sokolit që ka arritur na përgatis festën më të mirë të fundvitit, jo vetëm pse do t'jetë kryetari sigurt në 4 vitet e ardhshëm, por pse vitis i ka ofruar qetësinë, progresin, sigurinë familjare, sigurinë e qytetarëve. Ky është kandidati PDK-s për kryetar të Malishevës, Isni Kilaj, dhe posteri i tij është vendosur në qendër të kësaj qyteze, sipas kësaj fotoje që na ka dërguar Urim Morina. Dhe kryetari aktual ka qenë i ftuar në debatin zgjedhor në Koha Vizion. Ja harta të kësaj prezanton Isni Kilaj, PDK. Prezentimin është Isni Kilaj nga Partia Demokratike e Kosovës, kryetari tanishëm dhe i rikandiduar nga kjo parti. Por kush është ky? Po në qendër të Malishevës është vendosur edhe ky poster, me emër pak më ndryshe, Hysni Kila, e me foton e personit të njëjtë, por që këtu duket më mirë. E për të shtuar konfuzionin, regjia tekne fillimisht e prezanton Kilajn si kandidatin e AK-s, Gani Zogaj. E më pas e korrigjon, ky është Hysni Kilaj, kryetari aktual i Malishevës. Në posterin e parë me emrin e shkruar mirë, Kilaj prezantohet si njeri që e mban fjalën, e në posterin me emrin gabimisht, përveç mbajtjes së fjalës, Kila edhe vepron. Nuk është kjo që e fundit që neve, po juve mund t'i merrni, me që edhe Ademi është Zhullos ka një, se s'ka mjak në shtati kush mund me... Ka një, më së lutëm, ka një. Ka një. Ky lutëm ka një, tash më se s'ka më. Radio me morë, ka një, më së lutëm, ka një. Ka një, më së lutëm, ka një. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë shfrytzuar më shumë se gjysmë ore në hollin e kuvendit për të biseduar bashkë në pritje të ish-presidentit amerikan Bill Clinton. E miku i tyre Clinton sapo ka arritur vëre ndryshimet e miqtë e tij. Të janë thinjur flokët, i thot kryeministri Thaçi duke e përshëndetur. Pothuajse të gjithë të pranishmit në sallë, deputetët e kuvendit bashkë me kabinetin qeveritar kanë pritur më shumë se një orë, gjersa Clintoni po zhvillonte takime me krerët e institucioneve të Kosovës. I mërzitur me këtë pritje, lideri i AKR-s, Begjet Pacolli, duket se praktikon gishtrin për piano. Thaçi dhe Sejdiu arrin më herët në kuvend. Duke menduar se arriti dhe ish-presidenti Clinton, nën kryetari i LDK-s, Lutfi Aziri, u bën thirrje deputetëve që të ngrija në këmbë, ndërsa ata qeshin me të. Arrin më në fund në sallën e kuvendit, por edhe Clintonit i përzien fjalimet dhe për disa minuta qëndronte dera e sallës së kuvendit. Ish-presidentit amerikan duket se i mungon shumë gruaja e tij Hillary Clinton. Gjatë fjalimit të tij e përmendat shumë herë. Madje duke qeshur thot se e vlerëson si mençuri të Barack Obamas emrimin e Hillary Clinton si sekretare të shtetit. I thought he showed particular wisdom in his choice of the Secretary of State. Gjatë fjalimit të tij, Clinton gjithashtu ka vlerësuar lart dhe figurën e presidentit të ndjer, Ibrahim Rugova. Madje duke treguar për vizitat e tij në SBA, ka thënë se ai ishte bërë miku më i dëshirueshëm i tij dhe i shtëpisë së bardhë. E gjersa Bill Clinton fliste, kishte të tillë që madje i kishte zënë gjumi, duke dëgjuar fjalimin pothuajse një orësh të ish-presidentit amerikan. Në fund, para shumë qytetarëve në sheshin që mban emrin e tij, Clinton ka thënë se gruaja e tij Hillary i kishte kërkuar atij të bënte një fotografi para statujës së tij, sepse ajo nuk po besonte që deri në këtë pikë kishte arritur miqësia dhe admirimi i popullit të Kosovës për ish-presidentin amerikan Bill Clinton. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për parregullsi që ka ndodhur gjatë ditës së djeshme. Unë dje ju thash dhe sot po e konfirmoj se nuk ka pas rregullsi aq të mëdha të cilat kanë mujt me ndiku, unë konsideroj dhe ne konsiderojmë në rregullsinë
procesit të zgjedhjeve. Pa rregullsi. Se nuk ka pas rregullsi. 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 Ka pas pa rregullsina si për shembull paketimi nuk ka qenë në rregull, ose kanë qenë vendvotime të banuara ma tepër me popullsinë serbe dhe ata fare nuk kanë dalë. Ka pas pa rregullsina se nuk ka pas rregullsi. Ka pas pa rregullsina se nuk ka pas rregullsi. Ka pas pa rregullsina se nuk ka pas rregullsi. Ka pas pa rregullsina se nuk ka pas rregullsi. Kanë qenë 25 vendvotime, 4.356 vota. 4.356 vota. 4.356 vota. 32.2%. Hakim Morina nga Partia Socialiste e Kosovës 10% dhe Hakim Morina Ahmet Krasnić nga Partia Demokratike e Kosovës 24.8%. Ahmet Krasnić Luljeta Nezirim nga Partia Republikane Shqiptare, nuk e kom këto shumë të qartë, 1.2% si duket. Pjesëmarrja e votuesve ka qenë 45.055%. Pjesëmarrja e votuesve ka qenë 45.055%. Pjesëmarrja e votuesve ka qenë 45.055%. Pjesëmarrja e votuesve ka qenë 47.43%. Pjesëmarrja e votuesve ka qenë 47.43%. Pjesëmarrja e votuesve ka qenë 47.43%. Bajram Mullakun nga Partia Demokratike e Kosovës. Pra nuk ka një fiksim, do të insistoj që të ketë një datë të orientuar të marrëveshjes fikse dhe besoj se java e fundit e janarit do të jetë data më e përshtatshme. E këto janë shqetësimet mia, është punë e komisionit, unë ndjekom takuar antarë komisionit, duheqenet e komisionit do t'i takoj javën e ardhshme prapë, do t'i nxesim nga ana ime, prandaj janë shqetësimet mia që ata duhet bëjnë një punë. Nuk është se kujt i ditë ka t'i bëj 10 ditë apo 15 ditë përpara. Edhe një gjë ju lutem tek zgjedhjet. Unë ju kom lutë dhe kom e kryen. Kam konsideratën për gjithë njerëzit, edhe ata që janë kolegët e juaj. Është mirë të shikohet ligji mbi zgjedhjet. Është mirë shikohen dispozitat që kanë bëjmë me këtë proces. Nuk mund të merret mandati kuvendeve ekzistuese, ato e kanë deri me 4 janar. Prandaj s'mund t'i teket nëse dikush ka qef të merret mandati dikuj është e padrejtë. Cilat vende janë edhe për sa vota bëhet fjalë? Unë duhet me shku edhe mi marë konkretisht vendvotimet, do me thonë nëse do një atë ndërprim, shkoj t'i marë? Po se na duhet. E kemi pasin. Kamera ndres të mirë. Apo e përsërit një pyetjen apo te ja për cilat vende bëhet fjalë dhe sa është numri i votave që do të për dallim nga zgjedhjet e fundit ku rezultatet ishin shpallur pas 19 ditë. Ne jemi shumë të lumtur me rrjedhjen e procesit në përgjithësi. Duke u bazuar në ligjet e Republikës së Kosovës mbi zgjedhjet, sot me datën 25 nëntor 2009, sot me datën 25 nëntor 2009, sot me datën 25 nëntor 2009, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi rezultatet nga qendra e numërimit të rezultateve dhe i miratoi me 10 vota pro dhe 1 kundër rezultatet për komuna. Tani jemi në shtimlje. Këtu kemi pas 32 vendvotime, 10.747 votues. Në shtimlje. Me momente interesante, por edhe tensioni është ndjekur mbledhja e fundit e KQZ-s.
Duket se vendimi I fundit I gzapit për rivotim në 3 komuna ka qenë vërtet I komplikuar për antarët e KQZ-s. Një gjë të tillë ka vërtetuar edhe abstenimi për çdo vendim I vet kryetarës Nesrin Lushta. Kush abstenon? 3. Kush abstenon? Faleminderit. 2 kundër edhe unë abstenoj. Abstenon dikush tjetër? Unë po abstenoj. Ju lutem mos qeshni. Ju lutem, nuk ishte kur gjë komike. Se vërtet kam pasur para vetës vendime të vështira, tregon edhe fakti se përfaqësuesi I PDK-s Betim Gjoshi gjatë tërë kohës është konsultuar me dikë në celularin e tij. E Betim Gjoshi e ka mundësinë të votojë një herësh për dhe kundër ndonjë vendimi. Atë qesëm në votim. Kush është për përsëritjen e zgjedhjeve në komunën e Prizrenit? Sa veta? 1, 2, 3, 4. Kush është kundër? Kush abstenon? Kundër janë do me thonë? Sa? Voto edhe një herë, kryetare. Kush është kundër përsëritjes votimeve në Prizren? 2. Kush po e ban proces verbalin e të shenon edhe emnat? Madja I herë ua bën me sy antarëve të tjerë të KQZ-s. Ndoshta për të marrë vesh për vendimet. E kush thot se ndalohet përdorimi I duhanit në institucionet publike? Pas një mbledhje 2 orëshe, disa antarë të KQZ-s bashkë me kryetarën I ofrojnë vetes nga një cigare në tavolinën e tyre të punës. E nga njëherë dhe gazetarët kërkojnë shumë. Pas një mbledhjeje në të cilën ishin vetë pjesëmarrës, Lushta nuk ke shetë arsyeshme të bëj prononcime të tjera. Për arsye se mbledhja u inqizua nga ana e juaj. Ju faleminderit shumë për profesionalizmin e juaj. Zonja kryetare. Megjithatë, pas disa insistimeve ajo vendos edhe një herë të sqaronte pikat kryesore të një mbledhje të gjatë e të mundimshme për të.